Frikë në Napoli mbi 20 lëkundje tërmeti mëngjesin e së dielës. Toka është rënditur sërish në Napoli, ku në zonën vulkanike të Campi Flegrei, ku prej orëve të parë të mëngjesit janë regjistruar rreth 20 lëkundje tërmeti, sipas Institutit Kombëtar të Gjeofizikës dhe Vulkanologjisë në Itali. Tërmeti më i fortë është regjistruar në orën 06:11 me magnitudë 2.2 dhe një thellësi prej vetëm 2 kilometrash. TGCom raporton se lëkundjet janë ndier qartë në disa lagje të Napolit, duke shkaktuar frikë të banorët dhe kanë dalë për pak minuta jashtë banesave. Deri më tani nuk raportohen dëme për persona apo dëme materiale, por autoritetet janë në gatishmëri dhe po monitorojnë nga afër aktivitetin sismik. Zona e Campi Flegrei, një nga fushat vulkanike më të rrezikshme të Europës prej muajsh, po përjeton një rritje të ndjeshme të mikrotërmeteve dhe deformimeve të tokës që sipas ekspertëve tregojnë për lëvizje të gazdrave dhe presionit në thellësi. Banorët dhe strukturat emergjente janë në alarm të përhershëm, ndërsa studiuesit paralajmërojnë se fenomeni i bradisizmit, i cili ngre dhe ul tokën periodikisht, mund të vazhdojë për javë të tëra.